Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta u bëri apel mbështetësve të tij që në këto 35 ditë që na ndajnë nga zgjedhjet të bëjnë gjithçka për fitoren e opozitës. Gjatë prezantimit të kandidatëve të Partisë Lirisë, Meta me një mesazh nga burgu tregoi se si po e zhvillon ai fushatën në kushtet e izolimit. Unë çdo ditë shkruaj dhe dërgoj 50 deri në 100 letra për shokët e mi, që nga shkolla fillore Kongresi Lusht, 8-vjeçare Fanoli, gjimnazi Sami Frashi, Fakulteti i Ekonomisë, shokëve që nga koha e sportit për kërkuar mbështetjen e tyre, jo vetëm për numrin 1 PD-ASHM, por edhe për Ilir Metën, si deputet i Tiranës. Meta, i cili ndodhet në burg me akuzën e korrupsionit prej muajit tetor, u bëri apel anëtarëve të partisë që ai drejton, t'i besojnë votën. Vota për Ilir Metën, deputet i qarku Tiranës, është një votë e pastër kundër diktaturës. Partia e Lirisë garon në një listë të përbashkët me Partinë Demokratike dhe aleatët e tjerë. Ajo ka 4 kandidatë në vendet e sigurta, ndërkohë që kryetari i saj Ilir Meta garon në Tiranë në pjesën e hapur të listës.